Albini e ka 60% garantum, po motra jame ja kanë vjedh votat. A dënën që i kanë vjedh. Vëllohet ranohet Albini për mu. Na myti rrymë, a është trajtë rrymë. Albin Kurtin nuk është trajton rrymën. Rrymën është trajton ai Aroni që ja kanë shit qeverit e mahershme, ja kanë dhona ti Turkut edhe ai tash lun majtap qysh do. Nuk ka punë me rrymën Albin Kurti. A ke po veç kryetar të shteteve që shepresin jo sa Osmanin, te pihun e Kurç ja shtron 100 metra. Trompin vëllai drejt me të kallëzua hiç se du. Po e ka prit mirë vjosën. Ja ke po që shu afroj ke vjosë, se ka përdore. Ja, çka ju boni sërt vatë, i la pa fjallë, krejtë, t'i lem kjo pa fjallë, kjo njeri shumë i meqëm. Përshëndetje miqtë e dashur, jemi këtu me Hasan Zenelin, i cili kemi ardhur me bashkëbisedu me to për shumë gjëra. Përshëndetje i nderuar, shpresoj që je mirë. Mirë se keni ardhur. Fillimisht apo na tregon se i kemi po disa postime që njerëz po dalin kundër teje pse je për krahasi Albin Kurtit. Pa njerëzit janë se s'di as qysh me u shpreh. Në ne po ta më thonë që edhe juve edhe njerëzit në Albin Kurtin se kam as vëllo, as doj, as far, as fes, temin personalisht edhe thjesht Albin Kurti është një figurë politike që ka marrë tash për mosa dhe botërore, jo vetëm në Europiane. Unë mendoj se çdo veprim i tij është i qelluar dhe i mirë. Nuk do të thotë që unë mendoj edhe krejt është qashtu, por mu ma në mendja se po. Thjesht në Albin Kurtin e kam një shok burgut me të cilin e kemi ndo dhe qelinë edhe qësh me thonë, ka ra me nejt një 2 muj nashta e ma shumë me thonë burgun e nishit, se pa të në këti për Vranjes. Albinin e kam njoftë edhe për para si një aktivist, por nuk kam pasur do një farë ma beti një të ma tjeta, ka qenë një kafe, një restorant në Prishtinë të Santeja që shpesh jemi taku atë. Një tunga tjeta, ka qenë një djalë me flok gjata, një djalë i pashëm, një djalë heci ati ka tregu se është një njeri që... Pse po ka që ka shumë kundër ti, je ka shtrejtu rrymen, je shtrejtu gjona tjera, pse për dalin që ka shumë kundër, pse me ndonë? Po e hongë me drejtë që më si lashtë. Po njajtë breshtretohet rrima si për mu, si për ty, si për ato, nuk vjen rrima ma shumë se te une. Une për veti, une kam, ju keni me ardha, sigurisht edhe të shumë shtepin time, une ju propozoj për me ardha. Une kam shtepin time 4 dhoma koridorin, banjo, qka po di une elemente tjera, që hargjoj edhe me brësh që prej hekur e me, unë i paguj 55 ose 60 euro rrymë për një muj. Qka janë këto ankesa? Dikush hargjon ma shumë, dikush ma pak, po kjo është vetëm një mëndërmenja një pretekst. Na myti rrymë, është trajtë rrymë. Albin Kurtin nuk është trajton rrymën. Rrymën është trajton ai Aroni që ja kanë shit qeverit e mahershme, ja kanë dhona ti Turkut edhe ai tash lun majtap qysh do. Nuk ka punë me rrymën Albin Kurti. Ai mjaft ka dhonë subvencione, kanë dhona për familje. Në punë politike që une thjesht unë nuk jam politikan. Unë jam një luftëtor i liris i cili ka luftu për këtë vend, për shërimin e këtij vendi dhe ka luftu që shtojmë na hakikat, bashkë me shumë bashkë luftëtor që mund t'i përmendi lirisht me emër me grupet e para të armatuesura si që ishin Zahiri, ish Regjepi, ish Fatme Lima, ish Demiri Vlaj, Eqremi, Arslani, e tjerë mështë i përmeni me emra.
Dhe na kemi bo luftë për çlirimin e vendit me gëzu këtë liri që sot ne po shëtisim ashet në përpisha, këtu, shumë mirë dhe qëtësi. A mendon që po e gëzojmë sa duhet që liri? Jenë tu ke shpërdor lirin. Pse? Pse? Se na ka qua Allah i pesh na ka qua, po dojnë me hongër njoni tjetërin. Pika to. Po dojnë pse? Ka kejtë tu janë tu bo për karierë unë e jumë koja. Ke po që kem lukë këtu të rri. Bam, une. Jënë që peshen qunën me veti. Peshen qunën me veti. Kush? Unë kisha doshtë edhe të një herë pik tuit mi u kush. Qëta? Kush mendon që është fajtori kryesor këtu? A e kina jo specifik? Që ja, fajtori këtu kryesor është këtë karjera. E keni që thujnë 2 atlar, 1 mullar nuk mund bojnë. Me ngu këta travushit thujnë na. Me ngu këta limaj thujnë na. Me ngu neva atje të kahlopi thujnë na. Aj na, kë na. Kjo është ajo që na ka shpërnda, na ka përqa. Nuk kom dasht me po kështu në këtë situatë që shjemi krahun e luftës tonin me ka një autobus njerëz. Kjo është për mu që ditë, për besë. Tani Albini. E ka vlla, e ka marrë masën me veti. E ka 52 për... Mos harra. Na po shkojmë po thëjmë 51%, 51 e 10, 20 nuk vlen kjo. Albini e ka 60% garantum, po i motra jam e ja kanë vjedhë. Ja kanë vjedhë votat. A dollën që i kanë vjedhë, a dollën sa vota e vjedhë. Edhe kjo nuk është e vërtet, se halo ma shumë ja kanë vjedhë. Pse nuk e di? Pse nuk e di? Nuk jam unë jam një përkrasi dej Albin Kutit, pra jam komandant i parë që e kam ndëru me mirë njohje për veprimtari ti. Cila ishte veprimtaria? Ishte veprimtaria e ti në demonstrata për një pasneshme në kundër regjimit shovinist sërb. Tani në demonstrata të ndryshme kundër padrejtësive në Kosovë, cilat padrejtësit pa nëmërta, që s'po du me i nëmru. Tani, ishte edhe në zyrën që përfaqëson të ushtrin shqirimtare të Kosovës bashkë me Adem Demarqin në Prishtinë. Pra, qëndrimet e ti aq të forta në për burgjet serbe. Këto të gjitha e kanë bëhat që unë e njohë si politikan, e mbroj edhe e përkrahi dhe në momentin kur unë personalisht e shoh se ka bëni një gabim. Ditën e parë që e shoh që ka bëni një gabim, Albin Kurti X u kry. Nuk e kam thashma heret, as se kom paretes, as vlla, as... Qka ju kishë thonë këtyne që janë disa komente që thonë Albin Kurti s'ka bukur gjo, qka ju kishë thonë ti? Parë pytje, po qka mi dhe thonë, po këta thojnë, Adem Jashari s'ka bukur gjo. Ka plot që thojnë, Zaj Pajaziti, ka që kur gjë s'ka bukur. Hasan Zeneli, hybe kësë konë, kur. Për njonin, jam, po thamë, jam njonin ndërformusit e grupit parë Guerel në zonën, këto zona kënej, nuk po flasë për Drenicën. Kam shok krejt Drenicën. Cili u konë reagimi jëtë kur kanë thonë Adem Jashari s'ka bo kur gjë, Zahir Pajaziti s'ka bo kur gjë, tu e pas për asysh që ti i ke njoft edhe personalisht ata. Po i kom njoft, valla personalisht edhe është, nashta nuk kom marrë me thonë, se unë e kam bine mesën e gatin mesi bje Jasharve, kam grunë. Unë jem rrit në për Drenicë edhe gurë, soj ka Drenica e di që atje jem merë unë. Po në me Adem Jashari jem takuar me 10 herë në për rrugë, me 10 herë që në ka përcjell pej duhoje, s'ko kanë pas një duhoj të shpia, të erin të tërdefës. Që jemi knoq bisede më abet. Am ka një kush mu të thonë unë e kom njoft Adem Jasharin kur deri sot. Po kur po isha dhe për shpiri ka dreqe atë të qartë, po tham, po ma ban gruja në dhe to. Po Hasan, nëse unë Adem Jasharin së më kararoshti mu njoft në to për luftën,
Gjonë qka është kjo shumë në vërtet. Unë faktikisht o pse kom njoftë si figure, si njeri të mirë, ja një buzgjeshin e ti edhe dhamin pak të thym që ka pos 1 milimetër. O ka njeri shumë që është të thënë atraktiv, edhe me krejt. Po nuk mëj me thonë që kom njoftë për zona filat e luftës ose për diçka se as ka qenë as i konspiracioni thyrë, se s'kemi mujtë me arrit me u njoftë me to për këtë punë. Tani qështu janë to, ja që ka bo këj, ja që ka bo ta Hermeha, ja që ka bo Azem Bej ta herë, keni karorosni. Azem Bej ta shot Galica, kush është shot Galica? Kush është tash Albin Kurti? Albin Kurti pa të këta janë të shpirik, pasha besën nuk bo më morë me ta heq. Në do të me jetë veç për pora, unë kësha pos qef ondër, e kam i të bu krejt këta kundërshtarët që po kundërshtohen me veti, me fillu pera mushu, ju me thonë pa jashtë të, ramësh, hajde ka, apo të në ramë po vëngjë që ka, te fatë merë që të e kejtë tonë që të, me thonë, që në bre, kap në ngërëk një herë të shë, bre se bashke kena po luftën. Që në bre lomë Albinin, pa, hajde bre një mujmë, pa mos të pengojmë, apo dem? Jo s'po dojmë Albin, pa hajde pro, se edhe në s'po du Albin edhe qka po dojmë tashna. Po dojmë qka, kur gjo. As një, monën men qka po thëtë që kë mjeshtri, se unë mirë na me ma shumë jem të marrë me prodhimin e lisave për energji elektrike e generatorve. Se jam të marrë me këta pa qapinash. Që tash me marrë, tash me mbledhë, të tonë i marrëm, i mbledhëm, në mufshin këta me vendos, një me bo kryetar shteti, une pa hup me lëshu Kosovën se lo. Se nuk mujni këta se këta karriera i vret, i myt. Kjo ja u hanë shpirtin. Këta kur s'kan me mujt. Unë e kom pas këtë ide, unë e kom bisedu me vllaun e Fatmir, me Demën, me Demin, kem bisedu plot private, takime, qysh me avon, qysh me afrunën me veti këta farë pusash, pusi. Në them të kryetari shtetit, a meriton Vjosa Osmani edhe një mandat si presidente? Qysh të meriton? Se qa me nënë t'i kanë ta këshon bo kryetar që edhe në përta majqët e bo. Gjenjo, s'munësh, se. Jo sa pedon të vre, a ke po kur shkan, a ke po veç kryetar të shtetëve që shepresin Vjosa Osmani, unë po e thëmë Vjolca, Vjolca Osmani, që shepresin tonë, me qindra kerët e skorta të pihun e kur që jashtron 100 metra. Unë jona pritje shumë e miru konë edhe për Trumpit, që e ka prit shumë mirë Vjosa Osmani. Mos vet, heq. Trumpin vëlloj drejt me të kallëzu heq se du. Se së më pëlqen si figurë, nuk e di për çka. Me gjithata e ka marrë tash sikur Albini, e ka marrë Kosovën, pëlqeja e murë, burë. Edhe Trumpi heq se pëlqen, po e ka prit mirë Vjosën. Ja ke po që shë ofroj ke Vjosë, se përdore, edhe tash qka na duhet një kryetar tjetër një? Ne nuk na duhet Hasan Zeneli në kryet shtetit. Hasan Zeneli kop pushkën me bovaki edhe ti organizën 1000 njerëz për 5 dakika. Se ka profesion. Ose punon generator me erë. E ka profesion tradit familjare. Po Hasan Zeneli nuk mundet me konë kryetar shteti se s'ka krye për atë punë. Nuk e ka kryet për qatë punë. E këta qëto s'pe kuptojmë. E gjelozi është kjo, gjelozi. Që pak ma herët e pota një debat e kam një shok Dibran Fyllin rrim në përkofe. E pota një debat me ta. Pa gjoma bëti Dibran një, ha gjoma një që është maj mirë se Vjosa. Ha e kemi Bedri Hamzin. Po Bedrin pobre, po Bedrin s'ta pritin si Vjosa, në të burë. Thash se është shteti i Kosovës, është kryetarja e parë që e mon mandatin e plot, se kemi pas në edhe ati fetën, që kam respekt edhe për ati fetë e jahjogën.
bile thesht, kam qef me, po, është njeri mirë. Po Vjosa Osmani është Vjosa Osmani edhe pika të, në këshill të sigurimit, ja, çka ju boni sërbë atë, i la pa fjallë krejtë, t'i len kjo pa fjallë, kjo njeri shumë i meqëm. Unë hiq nuk kom pas simpati për ta, hiq. Një herë bile po ta boni koment. Se kish folë diçka për se di, për ushtërinë shlirimtare. Kjo është para 10 vjetë. Po? E ja kom pa boni koment shumë idiot. Po, vazhdimisht. Cili u kon komenti që ja ke bo dhe a i ke ro pishman tërë që ja ke bo qatë koment? Unë qa e bëj që i bi pishman. Nuk i bi pishman. Që Vjosa Osmani ma ka botu një foto, atë mi konë qështu si me ty. Me vërtet është e kanshme kjo për njerëzit, edhe është e sjellshme, është edhe ma ka botu një foto, pasha zotin që po bëj bele të mnin krejt opinioni. Më me pallon 100.000 euro pare, ka hon eckhop. Edhe ju më gëzu se e njeh vlerën. Ajo ty s'ta boton foton, po mu që ma ka botu atë foto, edhe mori shumë me të nëri. Që tash, që 2-3 ditë kem për vjetër të Zahirit, për 30 janar. A den, qëfar përshëndetje, qëfar nderimi ma ka bo atë ditë. Veç që më dëpë. Ishtë sa i fitë brerë, më dëpë, se se kom po më ti, beso, kish hupë shumë kilogram. Edhe nisa me vetë presidente, pse i ka që ati nej problem shëndetësor, se mu morë në konvjenë, se ne kam të mitë, se veta heqë. A vëdem, qashtu i shkon e poshë edhe Albini. Bile vallahi se di që anë tha Albini, anë tha, se nuk po një bësh mirë, se vetë e ka po mu shatë vete. E kanë bo torturat në përburë, gje lufta e sa. No, më tha diçka Albin Kurti, diçka më tha, hajde diçka anek në ty vetë, pasha Allahin, kurse diçka më tha, veç ja bona, edhe se i kisha me këtë organizatën, i kisha që bëjshëm nderim me ta, jo me politikanë. Po. E nuk e di që më ka thonë, po më tha diçka, qëtash si të kthejnë atë shtëpia, ka me morë telefonin me qyrt me vetë qka më tha, se ty Benedita që më tha. Kështu që kam respekt për këtë qeveri aktuale, e përkroj këtë qeveri aktuale deri në momentin kërën e shata së është me që duhet me përkrohën. Në ato momente që s'dohet me përkrohën e më shoj X, po goja jam e monë men, goja Hasan Zenelit. Kur s'ka me thonë Albin Kurti o kështu, Albin Kurti kështu, Vjosa Osmani kështu, Vjosa Osmani. Mu më dojnë tonë, edhe Albini, vëllohet ranohet Albini për mu. Edhe Vjosa, edhe Donika, edhe krejt, deputet të krejt, mu më do edhe Fatmir Lima, kur jëm dollë pe i burgu, pe i burgu Dubrovë, si na kanë shu Serbia. Fatmir Lima më ka kopë qështu kupa, që për jetë, se nuk ja harroj Fatmirit, si kur Vjosa Osmani. Do me thonë Fatmir Lima, ajnës numër, thamone, numër një, që kam dëst. Unë e shina me Fatmirin është ta 5 muja, 10 muja, 3 vjetë. Më folë për Fatmir Limën, dikur fjallë të këqia do me thonë edhe pse e përkro ti, vetë vendosin të shoqnin e ki me... Kush? Unë jo shoqnin, po unë Limajt i kam të mitë, familje. Edhe pse si jem një emën në bjemë, unë i kam familje ata. Nuk kam qef më folë për Fatmirin kesh dikush heq. Se ngoj, ose muj mi thonë, merë një tavolin tjetër, sa s'kemi pas unë të problem. Mundet me pas problem njëri me mu, mundet. Që pavarë se unë jam Hasan Zeneli. Unë jam një sportist me pedigri, se ti se den. Unë jam karateist i shkollës por, s'ka mujt me arrit ma nej se se të njeri martesa, martohet njeri, i len ato sena. Mirë po, edhe halo dhe sa du në vrapoj. Jam i shpejt. Une nuk e kam nërmen mu bo as kryeministër, as kryetar shteti, as polak,
Po me met kë Hasani që jam konë gjithë, jam rrit një familje të mirë, ka me met i familjes të mirë, jam rrit jetën e trupin e kam rrit me sportistët e Prishtines që po i përmeni me Gjevat Makall, me Fatmir, me Agim Makall, me Milaem, me Isak, me krejt që ta jam konë klubi karates që unë jam rrit me ta. Nëse unë nuk i kom majtë ushtrimet e përditshme me ta, bilet pakten. Unë i kom majtë ushtrimet me Agim Makallin, e kom pas kolegë dhe shok edhe Milaimin, instruktor. Po këta janë ajo elita e sportistëve në Kosovë, dhe unë jam pjesë e tyne, edhe sot i kam 62 vjetë, po jam shumë i shpejt. Shumë i pregaditën A të kanë diku pak traumat e burgut, të trajtimi? Jo, veç që dëgjushmëria më ka ra, dikon 30%. Për ndryshe, jam psikofizikisht i mirë, shumë i mirë. Se një që jam i lodhën, së një që, do me thonë, man sporti i ma hershëm. Jam rrit në ambient mirë, në erë të pastër, në familje të mirë, kam pas me hangër me shbëll. Më kanë trajtu familja se jem rrit pa prindin. Baba më ka vdek në vitin 1974 në fatkeqësi, kur udhëra në Zagreb, ka punu në Gjermani. Baba jem ka shku me kravatë. Unë nuk vënaj, kravatë veç ka një herë. Me bovaki me shku të presidentja do të me... Baba jem rrit me kravatë. Ka të flasë une, po... Unë flasë se kam prind, po e njohin fshati, e njohin kojshia, e njohin kush ka qenë baba jem, kush ka qenë familje. Nuk është vjen me full njeri për veten, po në gjëhata jemi të pishat, folëm, a je orë për qatar. Po. Edhe e vëtëm, këti kam shuk, edhe Daut Haradinin, shumë më respektan, edhe Lahin, edhe këti tam njohin mu. Nëse unë i kom kundërshtu për zonat e ashpër që i kanë gjuhën pak të pa përgjegjshme. Të pa përgjegjshme e kanë gjuhën këta kamerman. A ju kanë ngel hatri që i ke... Hisëm, hafalla mu, a i ka me të hatri, për të kalëzaj valla që edhe një rast. Isha me një shoqe të emën, unë kam plët edhe shoqe edhe shoqe. Tu, hajde pim nga një kafe dhe janë do restorante ka gjykata që i thojnë kjo pjesa Prishtina e Reja. Po. Edhe po him me shoqen, e i shkon Dauti me plot dhe shokët vetë në 7-8 ungjën. Pe atje tu qunë kom edhe më thash, bashëm që diti. Thash, mërë ka herone pe i përdoj këta, po këta hapet po më respektojnë. Më respektoj Dauti më zvet, edhe vëllaj ty që harroj. Këjtë më dojnë të edhe Fatmire, tonë të më dojnë mu edhe, po une nuk muj me bord pa drejtësin që e shoh. E kanë një gjuhë politike që s'ja u pranoj. Nuk ja u pranoj, ka t'jen heq s'ja u pranoj. Nash t'jen zot në koft, a i kom më falë se se ki mirë që të. Po une nashta se kam mirë, po une me ndaj që ashtu. Une nuk po du mu bosi kur Herakliti shekullin e 6 para ere sonë atë që ka atë. Pa i mire ka pas me disa pika që mund më hynë hatër. Edhe këta do të kretë mu më kuptu. Edhe pa tjetër se kanë me më kuptu, se thash ma herët. Pe lom kretë Albinin këton, që unë të imshaj 5 odit vija, po dëni, hajtë tongë, po hajdi jo që knena, edhe hajde një pe juve të bojmë kryetar shteti. Në mufshin këta me bon një, që s'mujnë se karriera i vronë, këti i qopesh pe i tukë, se a keni i fjallin 2 lorë, 1 lorë nuk bojnë. E qëfar mendimi ki për këta që janë hog? A mendon që bugjikohen pa drejtësish? Qërë? Mas pari Hagën e kemi kundështu krejt, e dim tonë. Brita sa mujton
edhe unë dhe regja e në konë më të zashmit të Gjepselimi edhe unë nuk isha në parlament, po në shaknera me telefonata e me takime. E formun në është po thëmë, edhe ne s'jam politikan, por në është atrysnia e Bashkimit Evropian e ndërkombëtarëve, s'kan pas qore ta e formu këtë gjëkohë. Po du me dojnë me kuptu dhe është më thaqin tash. Njëherë tha, duhet me formu gjykatën pa tjetër, krejt edhe boni trysni edhe i shpallit tradhtar ata që se votoj. Kure po që s'është diçka në rregull, si sot që peshohëm na. O që tha, gjykata ndërkombëtare e Hagës do të mera pësht me qunë demonstrata, qunë me parola veterantë në veç kesha. Besa që jo mytë të kesh, Leonid. O mytë të barkun e mojsha, qysh kjo ndodhi kështu. Një herë, gjykatën ndërkombëtare, drejtësisë do të me përkra. Dhëmet e specializura do të me përkra. Dull nga shtëpi, dull edhe në për drenicë edhe kajtët, edhe e përkrahen e votu në parlament. Briti Recep Selimi, me sheva ta gjykatë speciale ju kujtuat. Po. Britanën këto, folë me shëqatat e dale nga lufta, o mu se votoni. Ja po, kërë qunë mas një dite, parolën, poshtë gjykata, poshtë kjo thash, o jo my të kesh, ma bëj ke shukria gruja poshtë, zoten a jenë nënqë, a jetë ranua Hasan. O shukria ti, që në bërë njovën e kalu me votun, tash mu se voton. Unë basha zote në vjen keq për të në hagë me mujtë një shtrejlqaj. Unë në ashtë më tha që nuk kam madhe. Për arsyet ndryshme. Në ashtë atë nesta dhe liri edhe s'kam prap madhe. Po e kam regjen që kam shumë madhe. Du fort vëllohi shpirtin ma që të më dhem, bos shumë celulave kemi përjetuar dhe sa në bashkë. Kom Jakob Krasniqin që në burgun e nishit, Jakob. Se dhe me pikturoj, se e din shok, kanë herë e marrë lapcin e gjatë qëndrimit në burg me dhe dhe marrëmin, se dhe bom një portret Skënderbeu që kështë madhësi 1 metër edhe gjatësin kështë 70 cm në letër hamet. Ja kom bo Jakob Krasniqit, ja kom që për nëmën për kontributin edhe në luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës. I kështë tonë nënës. Për nëna unë alë thajkë qërke, sa një ka po këto, e i duhet të lumëshin. Tha e pëtë këtë fotografi. E Skënderbeu, i kam dëshukun atë që se unë edhe ashimin, kam problem personal dhe qka. Se di, s'po du me bo publike. Me mujtë, sa dhe hek e bje këtu. Se të vjenë e thonë, pa e qëtu. Që to ma ki bërqë. Heq 5 orë nuk e po për atje e tje. Po ne po mundon që kjo. Kemi dhe colin shokun tonë atje. Që dhe numër 26 vjetë. Mere me merën farë gjykota kënë në. Tani po vërtet. Po ku mos me bërtit bre nënën e nënës. Ja u qësha me gjykota me kënë. Pa ku mos më tranu. Një kriminal lufte që ka marrë pjesë më akrën i zbicës edhe ka vdau. Se atina nuk ja ka mojtë mundesh me ushtrinë qërinëtore, po ka thot civil, pa pajshëm. Ka thot mi, gra edhe pleqë. Denohet nga gjykata, në Kosovë denohet me 13 vjetë burg. Që i ka bo 140 viktimat pa pajshme. Ka marrë pjesë, ka shtinta. Kurse, Salim Mustafa
Për një ose që po thojme pas ka bo dhe dora i lumt nëse është e vërtet që unë nuk e di, por dënohet për një vrasje gjys me 26 vjetë burg. Këtu është ajo, tani Hasanin e ka lënë metë. Po muja do të më lënë metë, do të me kopë për fytin, ja nxjerr fytin ati prokurori, ati gjykoci, ati politikoni që bla bla bla. Se dole pak pe vetës, po s'po kam që... Për që ta thojnë Hasani është i papërshtatshëm. Hasani nuk lejon mu dënu Sali Mustafa 26 vjetë, kriminali luftës që bashkë me forcat paramilitare ushtarake ka bo këtime në Zbic që jëmë koni kom vizitu ato. Hatë më vërreza më ka plas, zemra më ka plas kër i pa i shatë. Mi i bre fmi, të fmi 3 vjeç që i kanë më shkru. Prandaj vëthëm, Hasani është i papërshtatshëm për shumicën e hajvanëve. Hajvanëve se hajvan nuk menojnë ndryshe, po mendojnë veç nuk shohin për te hune. Ata nuk e kanë po që Sali Mustafa u dënu me 26 vjetë burg, kurse kriminali që ju ka prish Kijeve në masakra 13 vjetë burg. Cëllë është a gjykac me mujtë me ditë, po aja që ki goje hune të yve të keshalonë, që e ka rehat që keqë. Ata u duhet me dënim përjetëshëm, din, përjetësisht në burg. Inderum, na të falenderojmë shumë për këto emocione, ma falën se të kemë bo mu një keqë dhe me i përjetu dhe njëherë këto momente. Faleminderit shumë. Valla po fshja e gjeni ardhë, po pasha Zotën jam ka e thëmë këty në gazetare mësëm hajde mo. Se po një nga keqë, se po hinë do tripa. Si kur par dje këtë 31 janare, apo jo? Po? Kemë të shtatore, bomë, homazhe, univa mire, këtë u famë në shukë, po kur shkuvan për stovë. Edhe atje një homazh, dhe në lulle, më drejtu aji gazetari si ju sot. Ma kujtoj ke edhe nisha dhe pash momentin si kur ata e në rëndë luftim, sepse unë isha në shpe, po isha në Radio Lidhje, po unë i përjetaj rëndë, këtë sene ju e pandej që këni ardhë, mendoj se këni bo mirë që këni ardhë, unë kërkoj falje se s'ka mujtë më përmbajt, po nuk mujtë të tjetër që unë jem kë. Faleminderit shumë, kaljo mirë. Albini e ka 60% garantum, po i motra jam e ja kanë vjedhë votat, a dëllën që i kanë vjedhë. Vëlloh e të ranohet Albini për mu. Në myti rrim, a është trajtë e rrim, Albin Kurtin nuk është trajtën rrimën. Rrimën është trajtën aji Aroni që ja kanë shit qeverit e mahershme, ja kanë dhonë ati Turkut edhe ajta është lunë majtap qyrë dorë. Nuk ka punë me rrimën Albin Kurtin. A ke po veç kryetar të shtetëve që shpresit jo sa Osmanin, të pihun e kur që ja shtërën 100 metra. Trompin vëlloj drejt me të kalzua hiç se du. Po e ka prit mirë vjosën. Ja ke po që shu afrej ke vjosë, se përdore. Ja, çka ju boni sërbë atë, i la pa fjallë krejtë, t'i len kjo pa fjallë, kjo njeri shumë i meqëm.